Ditën e sotme në Pallatin e Sportit Faria Hoti në Tiranë do të nisë rinumërimi i 2323 kutive të votimit nga zgjedhjet e 11 majit, pas vendimit të Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve (KAS). Procesi i rinumërimit do të nisë me 94 kutitë e bashkive e Peqin dhe Gramsh të qarkut të Elbasanit, së bashku me kutitë e materialeve zgjedhore për të vijuar me Tiranën, më pas me Fierin dhe në fund 360 kutitë e qarkut Durrës. Procesi do të realizohet nga 24 tavolina numërimi, ku janë ngritur 24 grupe me gjithsej 63 punonjës të administratës zgjedhore. Rinumërimi parashikohet që të zgjasë deri në 1 muaj për shkak të numrit më të ulët të tavolinave, krahasuar me numërimin fillestar më 11 maj. KQZ ka deklaruar se nuk do të kërkojë buxhet shtesë, pasi kostoja për 21 milion lekësh të rinj që parashikohet do të mbulohet nga kursimet e 11 majit. Parat do të shpenzohen për sistemin online të raportimit, logjistikën dhe materialet ndihmëse. Të pranishëm do të jenë edhe vëzhgues të autorizuar nga 3 subjektet ankimuese: Koalicioni PD-ASHM, PS dhe Partia Mundësia. Me hapjen e 94 kutive në bashkitë Peqin dhe Gramsh, do të krahasohen fletët e votimit me materialet zgjedhore. Në qarkun Tiranë do të numërohen të gjitha votat, si për partitë, ashtu edhe për kandidatët. Edhe në qarkun e Fierit po ashtu. Në Durrës, KAS-i vendosi që të rinumërojë kutitë e KZAZ-ve, 21 dhe 22 të kërkuara nga PD dhe 60 kuti të kërkuara nga kandidati demokrat Aulon Kalaja.